Zonja dhe zotëri të nderuar, 10 vite më parë, pikërisht në këtë datë të shënuar, në 14 qershor të vitit 2001, kur premtoi 2 vjetori i shërimit të Gjakovës, po atë ditë startoi me punë edhe televizioni Syrivizion. Kaluan plot 10 vite dhe ja sonte jemi mbledhur këtu që së bashku jo vetëm të përkujtojmë ato çaste dhe të bëjmë një përmbledhje të punës dhe aktivitetit të këtij institucioni të rëndësishëm medial, jo vetëm për komunën e Gjakovës, por edhe komunat të Shenjë, por njëkohësisht të përgëzojmë dhe të festojmë këtë përvjetor jubilar. Më lejoni që me këtë rast së pari t'ja jap fjalën zyrtare mikpritësit, Zotit Zeqir Haxhia. Urdhëroni Zoti Haxhia. Musafirë të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndes të gjithëve, duke filluar nga kryetari i komunës së Gjakovës, kryetari i komunës së Deçanit, Jonikit, nga institucionet e ndryshme, qofshin ato vendore apo ndërkombëtare, KFOR-it e organizatave të ndryshme, dhe gjithë pranishmive, emën për emën, burra për ju përshëndes. Urime 10 vjetorin e televizionit Syrit Vizion Maspori, stafit, drejtorit e vetes e gjithë tjerëve më radhë. Me ju thonë drejten, shëqyrë si se kom ditë shka puna televizionit se mu pashu krejt Gjakova s'kesh mujt me mështin ta, po që mas jam hin ta, edhe më rrim me ka përqy këto 10 vite që me më vetë dikush qysh i kini kalue, ty bëndisha mja përshkru se janë shumë të fështira. Mirë po, me të vërtet, falë gjithë atyre që kanë kalu në për televizionin Syrivizion. Falë gjithë atyre që na kanë mështet, qoftë jashtëm, qoftë vendor, qoftë komunës, qoftë jashtë komunës, që në qoftë se i metem dikujnë e bërë që pa përshëndet, mos në shepër të modhe se nuk bëhet kiameti e përshëndesim në herë tjetër. Veç me të vërtet besoj që ja pas ka pavlejt me e investue një medium të këtil, qoftë i vogël apo i madh, po që në këto 10 vite me të vërtet suksesivisht po o rrit kohë pas kohë, edhe menoj që është mundu me e kry detyrën e vetë me nërë e me respekt ndaj gjithë qytetarëve. Uroj që kjo të vazhdon edhe me tutje, e uroj Maspori drejtorin e Enver Mulliqi me gjithë stafin e tine, e inshallah ata bashkëpunëtorë të jashtëm, sidomos këta të reklamav nuk i dohen se për mu Zotit nërë drejtar. Urime gjithëve, bon fshihar mirë se keni ardhur. Zoti Haxhia si gjithmonë shumë popullor në fjalën e tij dhe prandaj asnjëherë punëtorët nuk përtojnë ta presin në televizion, sepse është shumë i afërt me të gjithë. Faleminderit për fjalët. Ndërkohë, ju përkujtoj se Syrivizion gjatë gjithë kësaj kohe ishte me ju dhe pranë jush, ashtu sikurse e ka dhe moton e përditshmërisë, moton e punës. Duke u bërë kështu pjesë e pandashme e preokupimeve të të gjithë qytetarëve, halleve dhe brengave të tyre. Televizioni ynë u bë kështu faktor i rëndësishëm medial jo vetëm në komunën e Gjakovës. Ai diti të përcjell dhe të informoj për shumë ngjarje të rëndësishme, të pasqyroj realisht dhe objektivisht realitetin e këtij mjedisi, si dhe të afirmoj vlera dhe gjatë kësaj kohe të krijoj edhe vetë vlera, duke mos lënë anash kështu në asnjë moment as damkosjen e rasteve dhe dukurive të tjera negative, të cilat ndonjëherë për fat të keq bëhen pengesë në ecjen përpara të shoqërisë sonë dhe zhvillimit të saj. Kështu pra, me një fjalë, televizionin Syrivizion u angazhua me përkushtim në të gjitha proceset zhvillimore të vendit tonë. Me që ky përvjetor jubilar shënohet dhe kremtohet në patronatin e kreut të komunës së Gjakovës, Dr. Palekaj, unë me gjithë kënaqësinë time dhe tuaj njëkohësisht do ta ftoja zotin Lekaj të merrte fjalën. Urdhëroni. I nderuar pronari i Syrivizion Zotri Haxhia, drejtor Zotri Enver Mulliqi,
personalitete që jeni këtu, komandanti i KFOR-it, zonja dhe zotri. Kam nderin e veçantë që në 10 vjetorin e themelimit të Syrit Vizion dhe në 12 vjetorin e çlirimit të komunës së Gjakovës, t'ju falenderoj përzemërsisht në këtë ditë të shënuar, në këtë ditë të Gjakovës, dhe unë si kryetari i komunës jam mjaft i privilegjuar që sot para jush falenderoj këtë shtëpi që 10 vite ishte për ju dhe për mbështetje të gjitha proceseve pozitive që kanë ndodhur në komunën tonë, në qytetin tonë dhe me gjerë. Është kënaqësi që të shofish personalitete, kryetarët komunave, kryetarin e Deçanit, Jonikun, biznismen të çmuar, afarist të Kosovës, drejtarët bankave dhe gjithë ata që kanë rrugtuar së bashku me këtë shtëpi që më të vërtet ka qenë vetmja dritare e komunës së Gjakovës, e qytetit që na ka mbështetur dhe na ka përcjellur edhe në sfida, edhe të mira dhe ka qenë një opozit mjaft konstruktive e punës së institucioneve të Gjakovës dhe unë ju përgëzoj për punën e juaj, për zgjerimin e kësaj shtëpie dhe ju them që sadopak që ju kemi mbështetur, ne do t'jemi afër jush. Mediat janë ato që bojnë revolucione edhe pozitive, por janë edhe ato që din edhe të kritikojnë dhe këtu Syri Vizion e shoh me vend që çdo herë që na ka qortuar apo e ka qit në shesh një ngjarje që nuk ka qenë e mirë për qytetarët, për mua si kryetar, për bashkëpunëtorët e mi, ka qenë një mbështetje që ne të përmirësojmë punën tonë dhe qytetarëve t'ju ofrojmë ata që dëshiron. Drejtar pronar i Syrit Vizion, në emrin tim, në emër gjithë qytetarëve, në emër të bashkëpunëtorëve të mije, ju përgëzoj për punën që po e bëni, urime 10 vjetorin dhe vazhdoni kështu, shpresoj që shumë shpejt Syri Vizion do t'jetë në nivel kombëtar, në nivel të vendit dhe sikur që e përcjell punën e Gjakovës, Deçanit, Jonikut, Rahovecit, Malishevës së Gjetiv, do të përcjell edhe gjitha komunët e Kosovës. Urime dhe gëzuar dhe në fund më lejoni që gjithë qytetarëve të komunës së Gjakovës t'ju uroj 12 vjetorin e çlirimit të Gjakovës dhe unë përkulem para tyre që ranë në altarin e lirisë, para njerëzve të sakrificës, para luftarëve dhe për ne dhe për juve do t'jenë udhërrefys i punës sonë përbashkët dhe i projekteve tona pozitive për vendin, për Gjakovën dhe për gjithë qytetarët. Urime dhe gëzuar. Faleminderit. Faleminderit doktor Palekaj. Është e vërtet që e kam mbështetur vazhdimisht televizionin Syri Vizion, por nëse dikush do të më pyeste a ishte mjaftueshme, do të thosha jo. Nuk ishte mjaftueshme, kërkoj mbështetje ekstra dhe më tej. Dhe tani fjalën e ka njeriu i cili të gjithë përvojën e tij prej krijuesit televiziv, të akumuluar vite me radhë, e shkriu në ngritjen dhe zhvillimin e këtij televizioni, duke përgatitur kështu dhe duke aftësuar njëkohësisht kuadro dhe kuadro për të realizuar me sa më shumë sukses detyrat e tyre programore. Është ky drejtori i televizionit Syri Vizion, zoti Enver Mulliqi, të cilin po ashtu e ftojmë për të na njoftuar sadopak për rritjen dhe zhvillimin e këtij televizioni. Urdhëroni zoti drejtor. Miq të nderuar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Prania e juaj sonte nderon dhe madhron shënimin e jubileut, i cili jo rastësisht
spuqet me ditën e çlimit të Gjakovës. Më lejoni prandaj që fillimisht ju uroj këtë ditë të shënuar juve dhe të gjithë qytetarëve të komunës së Gjakovës dhe përgjithsisht qytetarëve të Republikës së Kosovës. Urime dhe për vjetorin jubilar të televizionit Syri Vizion. Vitet iken shpejt dhe ja u bën 10 që nga startimi me sinjal i këtij televizioni për themelimin e të cilit më meritoret janë profesori dhe shkrimtari e poeti ynë i nderuar Din Mehmeti, i cili nuk është fizikisht në mesin ton, si dhe pronari Zeqir Haxhia, i cili investoi guximshëm duke i vënë kështu themelet e këtij institucioni. Çdo fjalë miradije prandaj u dedikohet këtyre, e më pastaj edhe tërë stafit punues të gjitha profileve që nga ditët e para e deri me sot. Të gjitha atyre pra që kontribuan për ngritjen, për rritjen dhe zhvillimin e këtij mediumi. E kam pak vështirë të bëj ndonjë rekapitulim të thukët për punën dhe angazhimet që janë bërë për këto 10 vite. Por me lejoni të shërbehem e të parafrazoj një tekst të sigles son, e cila tash e 1 muaj po transmetohet në programin ton. Është paksa e rimuar dhe poetik, por ama është përmbledhës. Gjithnjë duke ju referuar sloganit të shtëpisë son me ju për ju. Televizioni Syri Vizion 10 vjet me ju, punoi për ju, u rrit dhe u zhvillua së bashku me ju. Televizioni Syri Vizion për 10 vjet ishte syri juaj, syri i mendjes dhe i vizionit tuaj. 10 vjet rresht televizioni Syri Vizion lehtësoi dhembje, shëroi plagë dhe zhvilloi e plotësoi kërshërinë tuaj. Televizioni Syri Vizion një dekadë të tërë burim informacioni ishte për ju. Me ju 10 vjet me radhë përkujtoj, pasqyroj e afirmoj vlera, kurse për ju krijoj edhe të tjera. Në këtë rrugtim të përbashkët, të vështirë e të mundimshëm për 10 vjet televizioni Syri Vizion me ju, për ju, u ngrit shëndetshëm dhe lërshoi shtat për të ecur para nga dalë për sigurt. Kjo do t'ishte me pak fjalë një përmbledhje e punës 10 veçare të mediumit ton. Sonte jemi takuar këtu që së bashku të shënojmë këtë përvjetor jubilar dhe edhe ju sikurse edhe unë, televizionit Syri Vizion, i urojmë kremtim të shumë përvjetorëve të tjerë, edhe më të suksesshëm. Miq të nderuar, gëzuar dhe për shumë mote. Ishte ky drejtori ynë Enver Molliqi. E karakterizon modestia, gjithmonë modest, por unë do të thosha se tipari njerëzve të mëdhenj është modestia. Faleminderit drejtor. Televizioni Syri Vizion për këto 10 vjet rrugëtim deri në përvjetorin jubilar të sotëm, bashkëpunoi me shumë individ, organizata, shoqata, organizma dhe asociacione të ndryshme, të cilat hap pas hapi përcollën rritën dhe zhvillimin e këtij institucioni duke na mbështetur në vazhdimsi. Në mesin e këtyre institucioneve që kanë pasur bashkëpunim shumë të ngushtë me televizionin Syri Vizion, por jo vetëm, do të veçoja Komisionin e Pavarur për Media, i cili prej licencimit të televizionit ynë në vazhdimsi e ka përcjell monitoruar dhe mbështetur punën e këtij mediumi. Është me rëndësi prandaj të dëgjojmë edhe fjalën e rastit nga përfaqësuesi i këtij institucioni. Do doja të ftoja në foltore përfaqësuesin e Komisionit të Pavarur të Mediave. Urdhëroni zotëri. Mirë se keni ardhur. Të nderuar
drejtues të televizionit Syri, të respektuar përfaqësues të medjave, gazetar, njerëz të fjalës së lirë, musafir të çmuar. Ndjehemi jashtëzakonisht i nderuar dhe i respektuar që gjendem në mesin tuaj në këtë ngjarje festive. Me lejoni që në emër të Komisionit të Pavarur për Media të uroj për përvjetorin. Çdo përvjetor i një medie, qoftë ajo elektronika apo e shkruar, nuk është vetëm një ditëlindje kalendarike për vetë medien, por para se gjithash edhe një kohë e kaluar në përpjekjet tona të përbashkëta për të promovuar, ndihmuar dhe zhvilluar mediat e lira në Kosovë. Komisioni i Pavarur për Media në vazhdimsi si qëllim parsor ka pasur dhe ka mbështetjen e së drejtës për informim publik, profesionalizmin gazetaresk, pa anësinë raportuese, si edhe garantimin në përmbushjen e kriterit për avancim dhe zhvillim teknologjik të mediave në Kosovë. Televizioni juaj, krahas numrit të madh të mediave elektronike në Kosovë, në këto krejt vitet e funksionimit ka dëshmuar angazhim dhe përpjekje të vazhdueshme për ngritje profesionale dhe teknologjike. Megjithatë, hapësira zhvillime mediale në Kosovë nuk duhet të kufizohet vetëm me kaq. Shkalla e demokracisë në vendin tonë para se gjithash matet edhe me shkallën e lirisë së medjave. Prandaj ju si media para vetes keni një mision që ta shfrytëzoni maksimalisht të drejtën për të qenë të pavarur, të paanshëm dhe profesional në punën tuaj të përditshme. Dhe në fund me lejoni që edhe një herë në emër të KPM-s t'ju uroj këtë përvjetor të rëndësishëm, duke i dëshiruar sukses, angazhim dhe përkushtim profesional në detyrën tuaj të çmueshme. Ju falenderoj për vëmendje. Shumë falenderime edhe për ju, sidomos për institucionin të cilin përfaqësoni. Miq të dashur, duhet thënë që ju jeni njerëz të cilët jeni mësuar me prezencën pranë mikrofonit të televizionit Syri apo pranë kamerës së tij. Për faktin se shumë shpesh gazetarët tanë në terren janë afruar së bashku me mikrofonin dhe kamerën dhe ju kanë marrë prononcime, apo jo? Po, sigurisht që po. Sidomos këta të komunës më shumë t'i kanë dalë në televizion. Por unë kam një njeri që sonte insiston vazhdimisht që të dalë dhe të flasë në këtë foltore. Do doja me gjithë kënaqësi që ta vendosim në skenar edhe pse fillimisht nuk e kemi pasur. Është komandanti i grupit shumë kombësh perëndim, kolonel Vincenzo Cipulo. Duke kujtuar rëndësinë që ka pasur NATO në ardhjen e lirisë në Kosovë, si dhe duke ditur edhe rëndësinë e bashkëpunimit të KFOR-it me të gjitha mediat, për këtë arsye do t'ja japim me kënaqësi fjalën zotëri kolonel Vincenzo Cipulo. Mirë se vini. Io ho bisogno dell'interprete questa sera, anche perché non conosco l'albanese. Sono molto felice di essere qui questa sera con tutti voi. Këtë mbrëmje kam nevojë për përkthyes sepse nuk e njoh gjuhën e juaj, pra gjuhën shqiptare. Jam shumë i lumtur që sonte ndodhem në mesin e juaj. Ringrazio dell'invito il proprietario e il direttore dell'emittente televisiva. Falenderoj për ftesën drejtorin e këtij mediumi. Mi è stato riferito dai miei collaboratori che la vostra emittente è piena di giovani collaboratori. Më është thënë nga bashkëpunëtorët e mi, të cilët janë gjithmonë afër jush, që mediumi juaj është përplot me gazetarë dhe me njerëz të rinj. Questa è una cosa molto bella. Credo che i giornalisti siano al servizio della verità e specie per i giovani questo è molto educativo. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe shpresoj që gazetarët të jenë gjithmonë në favor të së mirës dhe të jenë aty ku ka nevojë. Come già detto, questa sera sono qui in qualità di comandante del Multinational Battle Group West della KFOR. Siç e thash më herët, sonte ndodhem këtu si komandanti i grupit shumë kombësh perëndim. Nella mia attività in qualità di comandante molto spesso sono a contatto e in relazione con la stampa. Gjatë aktivitetit tim të përditshëm, me rastis shumë shpesh që t'jem në kontakt me media. Io credo che a voi giornalisti sia affidato un compito che è molto importante, quello di contribuire alla coesistenza e alla collaborazione di tutto il popolo kosovaro. Unë mendoj që juve gazetarëve ju është dhënë një detyrë shumë e mirë, që t'jeni
bashkëpunëtor që të bashkëpunoni dhe të punoni për të mirën e secilit kosovar. Per questo motivo, nel 1999, quando la KFOR entrò in Kosovo, e in particolare gli italiani, abbiamo sentito subito l'esigenza di fornire, oltre ai generi di prima necessità, di supportare, di essere dalla parte della comunicazione. Për këtë motiv, në vitin 1999, kur KFOR-i hyri në Kosovë dhe në radhë të parë italianët, kemi menduar që menjëherë, përveç nevojave fondamentale, të ofrojmë edhe atë tjetrën që është komunikimi. E fu proprio per questo motivo che noi italiani aprimmo Radio West a Belopolie. Dhe pikërisht për këtë motiv, ne italianët në Belopole e realizum edhe radion që është quajtur Radio West. Quelle esperienze oggi oggetti di studio nelle università italiane dove si formano i giovani giornalisti. Eksperienca Radio Westit në Kosovë sot është objekt studimi për shumë universitete dhe për shumë student në shtetin italian. Su Radio West è stato anche realizzato un film di produzione italiana. Për sa i përket Radio Westit, kohëve të fundit është realizuar edhe një film i produksionit italian. Concludendo, auguro alla vostra emittente lunga vita e fortuna per il suo futuro. Dhe duke përfunduar, ju dëshiroj mediumit tuaj një jetë të gjatë dhe një punë sa më të mirë. Infine, permettetemi di nuovo di ringraziare tutti per avermi invitato questa sera e, come diceva all'inizio, il proprietario e il direttore delle emittenti televisive. Grazie di nuovo e tanti auguri per il vostro futuro. Dhe në fund, edhe një herë me lejoni që të falenderoj për ftesën që ma kanë bë pronari i televizionit bashkarisht me drejtorin. Edhe një herë, urime për këtë përvjetor. Grazie. Shumë faleminderit, Zoti Kolonel, ishit me ne në ato ditë të vështira të 1999-s, gëzohemi që ju kemi pranë ende. Më gëzon fakti që kemi të pranishëm mysafir nga brenda dhe jashtë vendit, megjithse tashmë Shqipëria nuk mund të quhet jashtë vendit. Përshëndetje për mi që kanë ardhur nga Matan Kufirit, e vlerësojmë shumë ardhjen tuaj, sikurse ardhjen e çdo zotërie dhe zonje tjetër në këtë eveniment, që për ne është më së i rëndësishëm. Fjalët zyrtare thonë që janë të mërzitshme, por ja që kaloi pjesa e fjalëve zyrtare. Tani vjen një pjesë pak sa ndoshta më e ëmbël, është ajo e ndarjes së mirënjohjeve. Dhe pikrisht në këtë moment do doja që të kishim më shumë vëmendjen tuaj. Tham që në fillim se ky përvjetor jubilar kremtohet në patronatin e kryetarit të komunës së Gjakovës, Palekaj. Ndaj do doja që dhe ndarjen e mirënjohjeve në vim ta bëja me ndihmën e kryetarit Dr. Lekaj, sepse janë disa mirënjohje shumë të veçanta për televizionin tonë. Janë mirënjohje që jepen për ideartorët dhe themeluesit e këtij televizioni. Urdhroni, zoti kryetar. Televizioni Syrivizion, me dëshirën më të mirë që të mos ja harroj kurrë kontribuesit e tij, që në momentet më të hershme të fillimit të punës apo të dhënies së ideve, ndan mirënjohje për profesorin dhe shkrimtarin Din Mehmeti, post mortum, si ideator i cili dha jo vetëm iden, por njëkohësisht edhe pagëzoi emrin e këtij televizioni me emrin të cilin ne e njohim sot, Televizionin Syri. Ndaj do doja që dikush nga familja e profesorit dhe shkrimtarit Din Mehmeti të dilte dhe të vinte të merrte mirënjohjen që ne ndajmë post mortum për të. Urdhëroj Angel. Faleminderit Angel. Dhe me siguri që kontributi i Din Mehmetit ka qenë i madh jo vetëm në televizionin Syrivizion, por edhe në shumë fusha të tjera të jetës. Ne këtu do ta përkujtojmë gjatë gjithë kohës sa të kemi frym. Një tjetër mirënjohje, televizioni Syrivizion, stafi i tij drejtues dhe stafi i punëtorëve me gjithë dëshirë ja përcaktojnë zotit Zeqir Haxhia si investitor i projektit dhe njëkohësisht edhe bashk realizator
në këtë projekt shumë të madh për qytetin e Gjakovës. Urime zoti Haxhia, e gëzofshi dhe mirënjohjen, ndërsa një tjetër mirënjohje stafi i televizionit Syrivizion e ndan për zotin Enver Mulliqi, bashkideator dhe implementues i projektit të themelimit të televizionit. Zoti Enver, i cili ka qenë që në ditët e para në bashkëpunim me shkrimtarin Din Mehmeti për të sjellë një ide për hapjen e një televizioni. Ide kjo e cila u realizua këtu e 10 vjet më herët. Drejtor, e mbajtsh me shëndet. Faleminderit. Dhe në fakt e kam një listë. Faleminderit. Ju shumë mirë. Faleminderit. Edhe kjo është mirënjohje dhe shumë e mirë bile. Faleminderit. Po ashtu për kontribut të veçantë për funksionimin dhe zhvillimin e televizionit Syrivizion, mirënjohje meritojnë edhe disa nga pjesëtarët e stafit të këtij mediumi, që nga themelimi i tij deri në ditët e sotme. Për këtë qëllim do të ftoj zotin Zeqir Haxhia që të vazhdojmë ndarjen e këtyre mirënjohjeve. Zoti Haxhia, ju lutem më ndihmoni, bashkangjituni me mua dhe vazhdojmë me ndarjen e mirënjohjeve për stafin. Janë ata antarë të stafit të cilët kanë qenë të pranishëm në televizionin Syrivizion që nga ditët e para të tij. Atëherë, fillojmë me mirënjohjen e parë, e cila i ndahet punëtores shumë të vyeshme të televizionit ton, zonjës Remzie Isufi. Remzie Isufi, ikona e televizionit të Syrivizion, e cila ka qenë e pranishme aty që ditët e para, të paharrueshme dokumentarët e saj. Urime dita e çlirimit, urime 10 vjetori televizionit Syri. Si duke televizionit Syri po mplaket, e unë vazhdimisht po rinohem. Urime. Faleminderit për kontributin që keni dhënë për këtë televizion. Vazhdoj me punëtorin tjetër, Berat Haxhia. Berati, si gjithmonë, pas kamerës, është në makinën e reportazhit. Do t'ja përcjelli mirënjohjen, fati i keq që kur nuk del në kamerë, gjithmonë rri pas saj. Vazhdoj me zotin Gzim Arifi. Urdhëro Gzim. Të rahise që jo vetëm të punosh në stafin e parë, por edhe të marrësh një mirënjohje, kontributi juaj shumë i vlefshëm. Më i vlefshëm se sa shumë mirënjohje. Vazhdoj me zonjushën Nazmie Kadria. Nëse kemi të pranishme, nëse jo, e presim. Urdhëra. Urimet më të mira. Mirënjohja e radhës për vëllezrit Nixha, bën radhazi njëri pas tjetrit, vullneti i pari. Urime, vullnet, dhe pas ti me njëherë Valoni, e kush tjetër. Vazhdoj me Iliriana Pylla. Urdhëro kolege dashur. Urime dhe për juve. Një tjetër mirënjohje ndahet për zotin Elbasan Dobruna. Ose Cani, si që njohim të gjithë. Urime.
Urime suksese. Një tjetër mirënjohje për Enver Molliqin. E gëzofshi. Ka që ishte lista e punëtorëve, po pyes diçka, jam unë punëtor e televizionit Syri apo jo? Ku është mirënjohja për mua? A është e drejtë? Sa për shaka. Ka mende një listë tjetër. Kjo është e bashkëpunëtorëve të ngushtë të televizionit Syrivizion. Janë bashkëpunëtorë të cilët janë gjetur këtij televizioni në ditë të mira dhe në ditë të vështira. Për t'i ndarë këto mirënjohje, do doja të ftoja drejtorin Enver Molliqi. Faleminderit shumë. Mirënjohja e parë i jepet zyrës për informim në kuadër të Kuvendit Komunal të Gjakovës. Një zyrë e cila gjithmonë është e lidhur ngushtë me punën e mediave, veçanërisht edhe me punën e televizionit tonë. Me siguri që nga kjo zyrë del përfaqësuesja apo udhëheqësi i saj, Zoti Hasan Ukshini. Faleminderit për bashkëpunimin. Zyra për informim në Kuvendin Komunal të Deçanit. Edhe me Deçanin kemi lidhur bashkëpunim të ngushtë. Në këtë zyrë kemi bashkëpunim jo vetëm kolegial, por më se kolegial, sepse atje na përfaqëson një kolegja e televizionit tonë, Yllarta Thatshi. Urime. Shoqata e intelektualëve Jakova, e cila gjithmonë me zërin e saj ka ditur të ngrejë çështje dhe preokupime të rëndësishme. Dhe këto na kanë vlejtur edhe ne si media së tepërmi. Ftojmë zotin Xhevat Koshi të marrë mirënjohjen dedikuar kësaj shoqate. Urdhëroni. Faleminderit zoti Koshi për bashkëpunimin, jo vetëm ju për të gjithë shoqatës i dedikohet kjo mirënjohje. Stacioni policor në Gjakov, në të cilin e trokasim sa herë që ata bëjnë ndonjë nga aksionet e tyre të bujshme, por jo vetëm. Kapiteni Bekim Avdia, urdhëroni. Një mirënjohje të madhe për ju dhe për të gjithë stafin tuaj. Faleminderit për bashkëpunimin. Nga Post Telekomi i Gjakovës, ftojmë drejtorin Agron Leshi, një mirënjohje dedikuar atij dhe stafit që udhëheq. Dikush tjetër nga posta është i pranishëm, nëse jo drejtori Leshi? Jo. Bashkëpunimi, po, është dikush nga posta, është dikush. Një kompani ka që madhe të mos ketë përfaqësues nuk është në rregull. Kështu që ja përcjellni të falat tona drejtorit postës. Bashkëpunimi ndërmedial, sidomos me shtëpitë më të mëdha mediatike, është gjithmonë në nivel në shtëpinë tonë televizive. Ndër bashkëpunimet më të afërta duhen përmendur televizionet e mëdha, ato të cilat e kanë qendrën në Prishtinë, do të donim të jep një falënderim shumë të madh për Radio-Televizionin e Kosovës dhe drejtorin Sulejman Shaqiri. Dikush i cili mund të jetë i pranishëm nga RTK-ja është i ftuar të marrë mirënjohjen enkas për ta. Nga Radio-Televizioni 21, i pret një mirënjohje edhe stafin e tyre udhëheqës, urdhëroni gëzim. Për
Për televizionin Opinion, Eduard Kolndrekaj. Një mirënjohje për ju. Faleminderit. Dhe nga Këshilli i Pavarur i Mediave, ftojmë zotin Daud Demaku të marrë mirënjohjen e cila i dedikohet atyre. Më duket se të pranishëm kemi zotin Tafarshiku. Urdhëroni. Faleminderit. Atyre vazhdojmë Agjencinë e Lajmeve Kosova Press dhe zotin Skënder Krasniqi. Vazhdojmë me urdhëroni. Kosova Pressi, i famshëm gjithkund, lajmet në kohë korrekte dhe shumë të shpejt. Faleminderit për bashkëpunimin. Mirënjohja tjetër jepet Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, përfaqësuesi Can Tahiri. Urdhëroni. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar dhe i diasporës njëkohësisht. Faleminderit për bashkëpunimin. Një televizion i cili nuk ka bashkëpunim me organizatat biznesore, atëherë ai televizion natyrisht do të jetë i dështuar ose do të jetë i detyruar të shkojë drejt humnerës. Ndaj televizioni Syrivizion me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë financiar ka nevojë që këtë bashkëpunim ta ketë edhe më tej. Kështu, këto mirënjohje në vazhdim i dedikohen pikërisht bashkëpunëtorëve të cilët me reklamat e tyre, jo vetëm që kanë reklamuar punën dhe avancuar punën e tyre, por edhe kanë ndihmuar mediumin tonë njëkohësisht. Nga Raiffeisen Bank, njëra ndër bankat më të suksesshme në Kosovë, ftojmë zotin Shkumbin Shasivari të marrë mirënjohjen. Urdhëroni. Faleminderit për bashkëpunimin. Pompa e benzinës DNZ, përfaqësuesi i saj Dervish Tahiri. Një mirënjohje e madhe për ju. Faleminderit. Firma Gogaj AG me pronar Jusuf Gogaj. Urdhëroni. Ju falenderojmë për bashkëpunimin. Një falenderim i madh për studios bukurimit Lirika dhe zonjën që udhëheq këtë studio, Lirika Kastrati. Mirënjohja është për juve. Mirë se vjen. Faleminderit. Kjo është në vend të mirënjohjes. Faleminderit. Faleminderit Lirika për bashkëpunimin që na ke ofruar. Ne jemi dukur shumë të bukura dhe shumë të freskëta për shkak të duarve të saj, sepse ndonjëherë kemi qenë të lodhura, të stresuara, të angazhuara, por të shkosh te Lirika dhe të dalësh jo e këndshme është e pamundur. Prandaj, sa herë kemi marrë duar trokitje për jush, dijeni që është merit e saj dhe vajzave të cilat punojnë atje. Faleminderit edhe një herë. Një mirënjohje e madhe për profesorin e shkollës së baletit në Gjakov, zotin Tasim Dajçi. Urdhëroni, profesor. Faleminderit për bashkëpunimin. Ansambli i valleve të Gjakovës me koreograf dhe udhëheqës njëkohësisht Agim Mamusha, i cili gjithmonë na ka entuziazmuar me koreografit dhe fëmijët të cilët i mëson dhe i talenton aq mirë. Nëse kemi të pranishëm dikën nga ky ansambël, një mirënjohje veçantë jepet për ta. Nëse jo, po, sigurisht. Gjithmonë do të gjendet dikush.
urime agron, jo vetëm ty, por të gjithë ansamblit, duhet të them diçka. Në televizionin ton kanë hyrë dhe kanë kaluar me qindra njerëz, të cilët natyrisht më aq sa kanë ditur, më aq sa kanë mundur, kanë dhënë kontributin e tyre. Djeni se sa herë ne kemi pasur festa, por jo vetëm ne, por i gjithë Gjakova ka pasur festa dhe ditë të shënuara në kalendar, ata të cilët e kanë vuajtur më rënd në kurrizin në shpinën e tyre kanë qenë dy shtresa. Së pari gazetarët dhe së dyti këngëtarët ose më mirë artistët. Prandaj, sa herë që vjen ndonjë festë në kalendar, drejtori të gjithë gazetarët dhe reporterët i nxjerr në terren, ndërsa në studio vijnë artistët të cilët duhet të këndojnë, të kërcejnë e të bëjnë atë që ata dinë më së miri. Për të shpërndar nga një mirënjohje, për të gjithë artistët të cilët kanë ardhur dhe kanë defiluar në Syrivizion do të ishte e pamundur, sepse fal Zotit kemi pasur miq të shumt në art dhe në kulturë. Dhe me këtë qëllim dhe me këtë arsyetim, të cilin u mundova të arsyetoj sa më thjesht, drejtoria e televizionit ka menduar që ta jap një mirënjohje duke mos i harruar asesi të tjerët. Dhe mirënjohja kësaj radhe, me që është një festë e para më e veçantë e natyrës së tillë, i jepet këngëtarit apo më mirë doajenit ton të muzikës tradicionale gjakovare, zotit Ismet Peja. Faleminderit zoti Ismet. E kisha ma letë, sikur të filloj me ju këndu një kangë, mirë po, me që Zoti Avdia unë këtu prezent, edhe din shumë mirë se me datën 14 qershor të vitit 2001, Ismet Peja ishte ndër pioner e TV Syrivisionit, që e hapi programin kulturor, këndoj për këtë Syrivisionin, edhe do të këndoj edhe tani të tje, deri sa të më punon shneta, ju uroj ditën e shërimit të Gjakovës dhe 10 vjetorin e Syrivisionit. Bravo! Faleminderit. Këngëtari Ismet Peja gjithmonë i papërtuar, i palodhur, si për të kënduar ashtu edhe për të qenë mysafir i yni. Kjo ishte pa plan. Janë disa mirënjohje që Unioni Artistik i Kombit Shqiptar, shoqata shqiptare Iliria me selinë në Gjermani, ka dhënë për, po i lexoj shpejt e shpejt, zotin Zeqir Haxhia, pronari të Syri, sektorit të lajmeve, kryeredaktorit të televizionit Syri, sektorit të montazhierëve, grupit të kameramanëve dhe drejtorit të Enver Mulliqi. Faleminderit për mirënjohjet. Është gjëja e vetme që na stimulon dhe na mbush me optimizëm. Vazhdoni të jepni mirënjohje për gazetarët dhe për mediat, sepse ata vërtet kanë nevojë për mirënjohjet tuaja. Kaq ishte pjesa solemne dhe me kaq përfundojnë edhe mirënjohjet për sonte. Jam e sigurt që secili për jush do të meritonte nga një mirënjohje të madhe, por bashkohuni me mua në fjalën që mirënjohja më e mirë është puna që secili bën për njëri tjetrin. Prandaj, mos hezitoni sa herë që televizioni Syrivizion të ketë nevojë për ndihmën dhe mbështetjen tuaj. Bëheni këtë sepse vërtet kur jemi bashkë jemi më të fuqishëm. Dhe për të mos e zgjatur më tej, mysafir të nderuar, unë do doja që me lejen e drejtorit vazhdojmë me prerjen e tortës dhe njëkohësisht në mënyrë simbolike të shënojmë kremtën e sotme të përvjetorit të madh të televizionit Syrivizion. Për të prerë tortën, do të ftoja kryetarin e komunës Dr. Palekaj, pronarin Zeqir Haxhia dhe zotin Enver Mulliqi që të bëjnë këtë akt solem dhe ne të tjerët mandej të ëmbëlsohemi me këtë tortë e cila jo vetëm është e shijshme, por ka një vlerë simbolike shumë të madhe. Urdhëroni.
Miq të nderuar, radhën tashmë e kanë pronarët e restorantit President, të cilët tani do të na tregojnë se çfarë kanë përgatitur për mysafirët tanë, të cilët do të argëtohen gjithashtu edhe me tingujt muzikor të instrumentistëve të shkollës së mesme të muzikës Prenk Jakova. Prandaj, nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju ftoj të gjithëve të urdhëroni në kuzhinën e këtij restoranti. Me këtë rast shpëtëzoj rastin të falenderoj pronarët e Presidentit, sikurse dhe shkollën e muzikës së bashku me drejtorin Astrid Pallaska. Faleminderit të gjithëve. U takofshim gjithmonë për festa dhe gëzime. Urdhëroni.